kur e nisëm, nuk besonim se do të kishte këtë lloj mbështetje. E nisëm pasi do t'ju tregoj një histori nga brenda institucionit. Aq shumë kishim probleme me gjuhën shqipe për shkak të zhargoneve, për shkak të folurës, sa nga titrat e televizioneve apo nga ato që i quajnë strisha, apo në fakt janë tituj, humbi edhe ë-ja. Dhe filluam të çonim shkresa institucionale gjithkohës për të qenë të kujdesshëm, për të ruajtur gjuhën shqipe, dhe e di sa e thjeshtë ishte? Menjëherë ju shfaqen 2 kaçurela të mbi krye. Po, absolutisht. Menjëherë. Pra, dua të them që media në fakt e ka përgjegjësinë për ta ruajtur gjuhën shqipe, e ka dashurinë për gjuhën shqipe, por ndodh për shkak të pamundësisë, për shkak të asaj neglizhencës. Asaj neglizhencës që nuk duhet. Pra, mungesës së kujdesit, apo duke qenë se vrapojnë ngjarje mbas ngjarje dhe situatat janë aq të shpejta, redaksit janë ndonjëherë edhe me numër të kufizuar gazetarësh, dhe për këtë arsye shumë shpesh ndodh që nuk e kanë kujdesin e duhur ndaj gjuhës shqipe. Mirëpo sapo autoriteti ju dërgoi menjëherë shkresa zyrtare, ne vum re dhe filluam të qeshnim në institucion sa e thjesht pas ka qenë të rishfaqet ë-ja dhe ç-ja në ekranet tona. Bukur. Është, sipas meje, është më e humbur në Shqipëri se sa në Kosovë ë-ja. Unë do thoya që në Shqipëri kur shkruaj me dikot Shqipërisë nuk përdoret asnjëherë ë-ja, me të Kosovës realisht përdoret ë-ja. Pse kjo kështu nuk e kuptoj? Tani unë do t'i them një gjë. Ndoshta e kam një çik të tepruar, po Shqipëri nuk do thosha Republika Shqipërisë, Republika Kosovës, se shqiptar jemi të gjithë bashkë. Në fakt, mund të them që ka edhe disa fjalë që pak më parë ishe duke dhënë spotin, edhe po thoje ta përdor ulse apo ta përdor sedilje. Ne në shqiptarët e Shqipërisë e përdorin sedilje. Sedilje, po. Në fakt Shqip është ulse. Ulse është Shqip. Ulse është Shqip. Që e përdorin shqiptarët e Kosovës. Shumë e vërtet. Edhe disa shprehje në Kosovë. Sepse sedilje ne kemi të huazuar nga italishtja. Pra, disa ndoshta për shkak se Kosova në historinë e saj, e cila është shumë e freskët, ka dashur ta ruaj fort identitetin shqiptar, e ka ruajtur me fanatizëm gjuhën. Më shumë se sa ne. Më shumë se ne Se edhe farmacisë ne i themi farmacia ata e thonë barnatore. Pra më shqip është barnatore besoj. Po ka edhe shumë fjalë. Lavazhit i themi ne lavazh, ata e thonë autolarje. Autolarje. Pra domethënë janë disa gjëra që i mbajnë më fanatizëm në Kosovë se në Shqipëri. Është shumë e vërtetë.